Ekzekutohet një 35 vjeçar në kryeqytet. Dritan Skënderaj është qelluar me armë zjarri rreth orës 20 të së shtunës duke mbetur i vdekur në vend. Skënderaj ka mbetur i vdekur pasi është qelluar me armë zjarri poshtë pallatit ku jetonte. Vrasja ka ndodhur në rrugën 5 Maj, pranë zonës së njohur si Medreseja në kryeqytet. Dy shokë autorët e krimit, të cilët ende nuk janë identifikuar, i kanë zënë prit viktimës, teksa ky i fundit kthehej në banesë. Sipas informacioneve që vijnë nga policia e kryeqytetit, viktima është qelluar me 2 plumba nga mbrapa pranë makinës së tij. Me të marrë sinjalizimin për ngjarjen, policia ka mbërritur menjëherë në vend ngjarje dhe nisi hetimet për zbardhjen e rrethanave të krimit dhe identifikimin e autorëve. Policia e kryeqytetit po heton disa pista, ku njëra nga këto është edhe fakti që kunati i viktimës kishte në pronësi një furrë buke dhe vrasja mund të ketë ardhur nga ky fakt, ndërkohë që një tjetër pistë hetimi është ajo e konfliktit që viktima mund të ketë pasur gjatë kohës që ishte në emigracion. Sipas të dhënave nga grupi i hetimit, autorët janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Mësohet se 35 vjeçari Skënderaj nga Mallakastra ishte kthyer prej 3 vitesh nga Italia, ku jetonte si emigrant. Kjo është vrasje 98 për këtë vit në Shqipëri që nga janari 2010-s.